Janë bërë një muaj që nga vështrimet të cilat përfshin disa zona në Kosovë, sidomos komunën e Gjakovës. Dëmët, përveç në shtëpi banime dhe toka bujqësore, janë evidentuar edhe në ura. 2 urat mbi lumin Lukas janë ndër më të dëmtuarat. Ura në rrugën Bekim Fehmiu ka pësuar dëmtime të konsiderueshme, ku hekurat mbrojtës janë larguar plotësisht. Gjendja mbetet të njëjtë edhe pas një muaji dhe deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga institucionet kompetente. Situata ngjashme është edhe në urën e rrugës Hysen Mehmeti, ku mungojnë hekurat mbrojtës, duke paraqitur rrezik serioz për qytetarët që shfrytëzojnë këtë urë çdo ditë. Ndër urat më të frekuentuara është edhe ura në kryqëzimin e rrugëve Bujaroka dhe Ymerpula, mbi lumin Erenik. Edhe kjo urë vazhdon të jetë pa hekura anësore mbrojtëse dhe në gjendje të dëmtuar, duke përbërë rrezik të vazhdueshëm për banorët dhe kalimtarët.